Qa kesh me mramor s'kisha besu kur. Unë e ke tjetër ka jam, pak një smuje kam me të mori jam, për operacioni Turkis, mun ka këfjell. Këto. Çka të kanë ndihmu shokët rreth kësaj vile? Rreksi dhe ketë me pagese, me ketë mi kanë krye. Këto arën që e kom ble, unë e për mbi 3.500. Mbi 3.500 e ka vlerën tash? Vlerën tash. A 100 euro ka qenë para një 10 vjetë. A kishe arë me jetu tamam këto? Unë a besëm me zis po pres. Me zis po pres, me ardhen, që me mbjetu qëto. Me mbjetu 100%. As dyshoj bile në atë aspekt, as 2000 herë si thënë vetit. A të vjen edhe familja këtu me jetu? Këtë, jam me zispresin. Këtë Prishtinalit që të përshan Prishtinës në vëtet, edhe kur e mori unë befasu. S'kum besu, as një cent se këmë thonë. As një cent. A jenë gjenje me lanë Prishtinën për me arën? O, pasha zotin, as më bu me më thonë 2 herë i dhënona. Ka ardhë nga Rrugova e Pejës, e deri në Prishtinë, pas Prishtinës ka ardhë në Mramor për të ndërtuar një villë luksoze, e cila po është edhe kjo në ndërtim e sipër. Ne kemi rastin që të bisedojmë me bizaren edhe të na tregoj si ka ardhur deri këto edhe për çfarë arsye e ka zgjedhur Mramorin që të jetoj këto. Bizar, përshëndetje. Si jeni? Tregom çka jetu bë këto. Unë jam të bohe për s'dyti, se më ka ndonë një bafasi, një tragedi, më ka ndonë pak të kom pas drunit, një villë. Keni pas villë ma herët? Po, kemi pas ma herët, po rryrë ma adopt, dhe ma ka dje krejt komplet. Tash jetu e ndërtu të re? Tash jetu e ndërtu dytën. Qysh po të hecim punë? Si pas planit mirë, kam shkonë Sushnija, falimdej Sushnijës, dasha mirët, nuk ka kur far pengese, veç një e kësha thonë që kesh me mramor s'kisha besu kur. Unë e ke tjetër ka jam, me rëngji, pasha zotin këto, ma kalon shumë për shtypin. Unë të rego dhe pak ma heret se prej nga jeni po të regon edhe ti pak për... Unë prej adhen jam Prishtinali kështu, në atë kuptimi, po rrojt i kam Rrugovës, Kelmendja me fes, edhe kur e kom pa këtu së në bolë në Rrugova atjeve që këtu, unë pak një smuje kam me të mori jam, edhe në atësia mbi detare është 2030, edhe më ka për operacioni Turkis, mun ka këfjell. Këtu. Dhe më thonë, e keni tumorin edhe gjatë kësaj kohë që ju kujdesni për shëndetin e ju vini në Mramor. Po. Apo ju bën kjo mundi i qetë, i pasër? Çdo sen, a beson që në shpejt kur shkej me hangër diçka, ha shumë pak, kur të vi këtu ha shumë. S'ndimu nalë, tani ketë shokët e dasha mirë, ketë i kemë prupit lazës tem, ku jem të pani me banim, ketë qëtu i kemë pru gati 20 veti i kemë pru qëtu. Çka të kanë ndihmu shokët rreth kësaj vile? Rreksi dhe ketë me pagese, me ketë mi kanë krye. Me tokë, me krejtë. Sa ka kushtu kjo villë me ndërtu prej fillimit e deri tash? Villa mu ma kanë falat, me kanë pru e për shokë dasha mirë. Tani ajo u djekë, po tash këto shokë, qëta që me kanë pru, apetëm kanë një muë, po dykun rreth. Sa e keni ble arin këto? Këto arin që e kom ble, une për shama atër ma kanë falë, mu se di qmimin, po tash është dykun shokët e mi që e kanë ble, dasha mirë që e kanë ble, mbi 3.500. Mbi 3.500 e ka vlerën tash? Vlerën tash. A 100 euro ka qenë para një 10 vjetë. E pse po mendon që është ky dallim pa që madh, ndoshta që njerëzit e kanë gjetë vendin e duhur për me jetu me ne. Pse është infrastruktura që është primarje, një, edhe një tash është ardhën edhe kanalizimi dhe uji, janë të ardhë që keni vrejt udhës tu instalu është, edhe këtu tash pungojnë pak për asfalta dhe në atë kuptimin që s'po kanë se më konë dimrit ati çfarë bore bjen këtu, tu habitër çfarë bore bjen. Atje bjen pak, këtu bjen gati 30% bjen ma shumë. A kishe arë me jetu tamam këtu? Unë a besëm me zis po pres. Me zis po pres, me ardhen, që me mbjetu qëtu. Me mbjetu 100%. As dyshoj bile në atë aspekt, as 2000 herë si thënë vetit. A të vjen edhe familja këtu me jetu? Këtë, jam me zispresin. Për ta për më respektojnë shkoku i shnetës, edhe më kanë thonë krejt, si shoqja, si thëmija, ba vesh nise. Qysh e përjeton ti këtë pjesë jetës sone pak me pjesën shëndetësore, edhe tu e ndërtu villën, qysh po e shef, a je rahat, a je tu e përjetu kaq mirë? A pse se këtu është rahatia edhe është gjelbrimi që këtu ploni nuk është mbi gjitha, është pastërtia e madhe, edhe janë menaxhum koshia mes veti, të lidhur mes vetit një sen së mungan. A pse që këtë hapën janë, çdo sen ka me vlerë për shembull këtu, që kushtojnë kush sprek. Edhe këtë menaxhushim me mes vetit. Edhe këtu e kanë në vete kishin, ka të venit e poshtë aty te shkolla, është një fshat që po mbledhin këtë katuni Marmorit, çdo vit që mbledhen për diasporës, për këtë, habitës shabohet. Ç'është mirë.
Qysh kime ndërtu ti këtë villë? Unë e villën kështu në atë kuptimin, s'po du me bo të madhe, veç sa për me bo formalisht atin që me mbjetue, që ta poshtë salon krejt komplet edhe një 2 dhoma thmive që i kam 2 djem edhe kur që tjetër. Apo mendon që një pjesë dërmuese e po tham me qytetarëve Prishtinës? Ata shpe thop di shprejë, edhe ashta sprejk në adinat kuptimin qytetarët, këta këtu i theke na jo po veni pisherit, na po shkojnë në shejër. Do më thonë po mendon që një pjesë e madhe dërmuese, do më thonë po kthehen në Unë katune këtu për sidomos që të lagje që krejt që të janë orë, këtë Prishtinalit janë që të përshan Prishtinës në vërtet, që në orë dhe pi diasporës ka shumë, sidomos këtë kënjena edhe Presheva. Edhe Presheva kesh, këtë të Preshevës. Po qysh e ke gjetë ti bashkë Mramorën? Unë jam shku se unë punoj në komunë në Gjelbërim, në tërmale Gjelbërim. Edhe tash adhe në komuna në natë lidhën pak me marrëveshje me komunën, edhe do shokët aty të katastrit ma një mund. Tha qështu, tha shka për shnet që atje ki, tha. Edhe kur e mori unë befasu, s'kum besu. Qysh të ka orë kjo pjesa e ndihmës për shokëve? Shokëve, tash për shembull një kom pas se i mbiullgosën politik, kam qenë masakrën e Dubravës e kompletuar edhe burgje tjera servis, edhe tani shokë dashamirët Kamosit, Pip Malishevës, Azems Limaj, që është ndërtu si standardi më ka një muhe, shumë shokë që s'po më mi kujtu, adin s'po më kujtuam për momentin se asë një cent se këmë thonë, asë një cent. Më thonë krejt mendimin e tyre? Krejt. A jemi njës? Shumë, adin, s'po di që shmjau përshkrua, s'di që shmjau këthy atë njoje. Qysh ja u kishe kthy për të mirë për shembull? Në atë kuptimin s'ka s'mujmë me mundësimja për mi ndarë ndim diçka minimum për çështje diçka që më varet për me as 2 herë se tham. Në atë pam ty këtu i vetëm tu punu. Po. A je i gatshëm gjithçka me bo brenda punëve që i tash ka atë kjo pse unë tash më ka dhënë vullneti kur jam konë Turqisë më kanë bu amerikan. Atje. Edhe tash kur jam nis në aeroplan, me hyp në aeroplan, më than visar për kthysi. Tha nëse testuni ara po moj me më thua jo, edhe mazi që e testun që po moj më thu, doktori kryesor në Bashkëgje më bo, në spital në Bashkëgje, shteti më ka pagu. Krejt komplet, unë jam i lirum që më pagu në shteti, më bo statusi që e kam, se jam edhe ushtore në konë. Edhe tha nëse si ja vetit kurajo dhe vullnet, tha s'mujnë e bjen vetë. Edhe për qasoj fjale, kur mos nëllë. Kur. As një moment. As i menoj. Se si ti menoj, ajo tha si ti menon ti vetë lodhë shta, se që kojnë metë ti. Do më thonë të e ki vullnetin për mini qenë. Për me punu, për me arrit, për me... Edhe lodhë na e shë, veç e shë, dhe tap një 5 minuta apet. Heqi si stanë. Se s'ja vlenë adin se tash, kur e kam ato as që menoj, që më ndodhë bile. A beson? A 3 herë më ka ndodhë, 2 herë më ka ndodhë në vetur, sulmi, edhe njerë në shpetu angër buk. Edhe heq, apet jam. Ty mi t'i kalzu hekat e mija ti habitësh. Po janë shumë mirë visar që ka ende kësi njerë si ti edhe ju japin kurajo vullnet krejt atyre që janë në lëkurën tane, më dhe me thonë. E keni edhe një YouTube e më sheni, e keni emnin dhe mbi emnin e shë aty edhe këshërni kush jam. Tregon pak, a jenë gjendje me elon Prishtinën për me orën? O pasha zotin, as më bu me më thonë 2 herë i dhënona. Me gjës po pres. Qa që letë? O me gjës po pres, ka dalim me atje si nota me dit, a di për sa vi këtu? Për 20 minuta. A di ku e kam veç të hani dilit që aty deri sa dal pi kallabllokut, këdera këto free. E tregon pak çka mendon për ata, po tham banorët fshatrave që këshyre Ama këta banar fshatra se kanë punu, këta shumë kanë hjek. Faktikisht kanë hjek se kanë punu i madh i vogël tash kur e shohin pak kryeqytetin, ju duket pak është doplo ma shtrejt poshtë. Adin, pse une kanë atë zdi, bashkë çuditna, çfarë veni këtu, unë s'muj me përshkru, unë bëllë në rrugovi më kone, krejt e di sa është mirë, veç këtu është që qëtësia me e madhe se atje u mosh në rrugovi, po është diqysh është e ngarku me mentalitetin ndryshe është atje, këtu është ndryshe.